Dhe kjo punë e të moralizotit ka zero aftësi menaxheriale, ka zero eksperiencë profesionale. Unë nuk e di çfarë profesioni ka të moralizoti. Diplomat. Diplolesh, mua bet koti. Kush është diplomat për mendimin tim? Ishte kjo ta vëmë me pip këtë në tani. Kush është diplomat shqiptar për mendimin tim? Në mos gaboj se ti je i letrave më shumë se mua, shumë se mua. Si e ka Kongoli? Tos Kongoli. Po, ka i tregim shumë të bukur që tregon kur venin për këto mbledhjet. Unë kur isha student te libri i tij. Te libri i tij, ka një libër per komplet, e kupton? Unë isha student e vija re këtë, kur isha në Varshavë për këto pritjet në Budapest, iknin etj për ambasada, por kur e kam lexuar atje u shastisa. Je përshkruante se si diplomatët shqiptarë, që ai ishin të vobekt, pa vizion, pa parë botë, kur venin për këto mbledhjet, fusin bombonet e këtyre për xhepa. Nuk e di e ke lexuar. Ti duhet ta kesh lexuar 100%. Ja shper. Është një nga librat e tij në shqiptar sa francezë thonë këja tjetër. Kadara tjetër. Këja tjetër, kadara tjetër. Edhe unë atë mendova kur e lexova. Brillante, komplete, kupton? Nuk e prisje nga ai, se s'kam pas ndonjëherë. Dhe është i vetmi që ka kërkuar falje për një dëshmi që ka dhënë publik. Në gjyq. Punë e tij, bravo, qoftë ka organizim, nuk e di, po më kujtua kjo. Dhe unë diplomatët shqiptarë shikoj sipas librit të këtij zotërisë, dështak moral, të pa profesion, të pa realizuar ndonjëherë, parazitar në punët e tyre, burokratik të ndryshkur procedurial.